Një lëvizje e papritur në rrjetet sociale ka rikthyer në vëmendje raportin e Arbana Osmanit me Topin, televizionin ku moderatorja ndërtoi pjesën më të madhe të karrierës së saj dhe u kthye në një prej figurave më të rëndësishme të ekranit. Për vite me radhë, Arbana ishte lidhur ngushtë me Big Brother, ndërsa më vonë mori drejtimin edhe të 2 edicioneve të para të Big Brother. Megjithatë, pas përfundimit të sezonit të dytë, ajo nuk u rikthye në krye të formatit dhe drejtimin e mori Ledion Liço. Arsyet e këtij ndryshimi nuk u sqaruan asnjëherë plotësisht publikisht, ndërsa në media dhe rrjetet sociale qarkulluan versione të ndryshme për raportin e moderatores me televizionin. Dyshimet për një krisje mes Arbanës dhe Ledionit u shtuan edhe më shumë pasi u vure se ata nuk ndiqnin më njëri tjetrin në Instagram. Por tani situata duket se ka ndryshuar. Arbana Osmani dhe Ledion Liço kanë nisur sërish të ndjekin njëri tjetrin në Instagram, një detaj që nuk ka kaluar pa u vënë re. Madje Arbana rezulton të ndjek edhe faqen zyrtare të Topit, si dhe Lori dhe Sara Hoxhën. Megjithatë, deri më tani nuk ka një konfirmim nga Arbana Osmani apo Vision Plus se bashkëpunimi mes tyre ka përfunduar. Po kështu, nuk ka asnjë njoftim zyrtar që moderatorja do të rikthehet në Topin. Por fakti që raportet në rrjetet sociale me Ledion Liçon duket se janë normalizuar, së bashku me afrimin virtual me Topin dhe motrat Hoxha, ka mjaftuar për të hapur një skenar që deri pak kohë më parë dukej shumë më i largët. Apo përgatitet Arbana Osmani për një rikthim në televizionin ku kaloi shumë prej viteve të karrierës së saj? Dhe mbi të gjitha, nëse ka një rikthim, a mund ta shohim sërish të lidhur me formatin që e identifikoi për vite me radhë, Big Brother? Për momentin mbeten vetëm pikpyetje. Por lëvizjet e fundit në Instagram, të ardhura menjëherë pas përfundimit të Ferma VIP 3, kanë rikthyer edhe një herë në qendër të vëmendjes një nga rikthimet më të diskutuara të televizionit shqiptar.